Policia ka reaguar pas publikimit të një videoje nga Joço Albania, ku tiktokerja Genta Gjalpi shfaqet duke keq trajtuar vajzën e mitur të bashkëshortit të saj brenda një supermarketi në Tiranë. Gjalpi është përcëduar penalisht në gjendje të lirë, ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë. Në pamjet e bëra publike, ajo shihet duke kapur vajzën nga flokët dhe më pas duke e tërhequr me forcë jashtë supermarketit. Videoja ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët në rrjetet sociale, përfshirë edhe nënën biologjike të vajzës, e cila ka shprehur tronditjen dhe ka kërkuar që autoria të përballet me drejtësinë. Unë jam nëna e fëmijës në video dhe më dridhen duart nga ajo çfarë po shoh. Ky njeri që ngret dorë mbi vajzën time, të cilën e kam lënë me mirëbesim tatit, do të përballet me ligjin, tha shkruar ajo në një koment publik. Gjalpi krijon shpesh lajm në mediat roz lidhur me jetën e saj personale dhe fotot e ndryshme që publikon në rrjetet sociale, por këtë herë ajo ka marrë një lumë kritikash për veprimet e papërgjegjshme që ka kryer.